Në Korçë po përgatitet aktiviteti i liceseisti Ese dhe Frymëzim, organizuar nga Këshilli i Qarkut në bashkëpunim me DRAP Korçë dhe zyrat vendore të arsimit, me rastin e ditës së alfabetit. Ky konkurs do të mbledh nxënës nga të gjitha shkollat e mesme të Qarkut, të cilët do të prezantojnë esej të bazuara në temën Një dritë lirie në errësirën e luftës, Republika e Korçës, duke nxitur krijimtarinë, mendimin kritik dhe njohjen me historinë. Ky aktivitet synon të promovojë aftësitë intelektuale të të rinjve dhe t'i afrojë ata me vlerat historike dhe kulturën e vendit. Do të jetë një aktivitet i cili do të përfshijë gjithë nxënësit e shkollave të mesme të Qarkut të Korçës në shkrimin e një eseje e cila do të marrë shkas nga ajo ditë e cila është shumë e rëndësishme për Qarkun e Korçës dhe jo vetëm për Shqipërinë, që është pjesa e shpalljes së krajinës autonome të Korçës. Pritet të jetë një aktivitet, të themi, shumë konkurrues dhe gjithëpërfshirës, ku të rinjtë do të ndërveprojnë me njëri tjetrin dhe sigurisht që do të ndajnë edhe vlerat e përbashkëta që ka ky rajon me njëri tjetrin. Konkursi, i cili do të zhvillohet në 21 nëntor, është menduar të jetë në formën e një spektakli shoqëruar me numra artistik dhe pritet të shndërrohet në një traditë, duke krijuar një hapësirë për talentet e reja dhe përfshirjen e tyre aktive në jetën kulturore.